ka pas, si thuhet kësaj në ekonomi regresa, Recesion. Recesion ekonomik, minus 5.3. Kjo është për shkak të pandemisë, dhe më thonë, ishte globale. Vitit 2021, 10.7%. 2022, 3.0. 2023, 3.8. 2024, 4.4. Dhe si vjetë, projekcionet janë që tjetë 4%. Kjo është e para. E dyta, inflacionin, ta krahasojmë veç. Të lutëm, grafikën e dytë. 2020 0.2%. Dhe më thonë, derisa ishte recesion. Vitit 2021, 3.3. 2022 është një rekord, 11.6. Pastaj, vitit 2023, 3.8. 2024, 4.4. Edhe si vjetë projekcioni është 4%. Që me sa thate dhe ju këtu, normal është 2.5, po si kalon për te kësaj, problemet i kemi në shport, edhe qytetarët e ndjenë. Tani, kur i krahasojmë këto dyjat, çfarë po ndodh me Kosovën? Jo, mungon diçka tjetër. Te rritja ekonomike. Mungon diçka tjetër për me mujt me krahasmu, se s'muj me i po mungon GDP për kokë banore, ose ma mirë me thonë të ardhunat sa kemi na, edhe raport me inflacionin, pas ta me po qysh jemi ndiku. Për shkak se rritja ekonomike e përfshin edhe inflacionin, por rritja nominale, që na tregon sa është rritë ekonomia në total, nuk po na, do më thonë është pak... Si ekonomist besoj që i dinti. Nëse mund është më kthy të tjetër. A kthehemi tek rritja ekonomike. Okej. Që mos tjetë pak, se janë numra, shifra dhe kur i prezentoj këtë, asi po flasëm për qytetarët. Për qytetarët. Po të drejtohet me naj auditorium akademik, muj me diskutu pastaj me motje të tjera. Po nëse e shek si soj, duke që e ki punën mirë. Nëse e shojnë vetëm si pasqyrë. Rritje, 10.7, 3.0, 3.8, 4.4, 4.0. Mirë, po këtu ka disa realitetet cilat duhet me i thonë. Neve na është thonë e kemi rritjen më të madhe ekonomike në Evropë. Po nuk e kemi tregu sa e kemi na bazën dhe sa e ka ajo Evropa që po matemi. Dhe më thonë, ne përqenë më rritë një shteti rajonit, një fëqinje joni, është sa 2 euro. 1% më rritë na, është 1 euro. Pe thjeshtoj në vlerë. Pra 1% në një vend të rajonit, i cili ka bazën më të lartë të ekonomisë, pra prodhon shumë ma shumë, krijon ekonomi shumë ma shumë. Ai 1% mund të jetë 100 euro. 1% është 2 euro aty, është 2 fishi jonë. A 1% që jonë është 1 euro. Dhe më thonë është gjysa e asaj që ka mund të rritet vetëm një vend i rajonit. Mos ta krahasojmë pasaj, neve na është thonë këtu në 2-3 vitet e fundit, që Gjermania i ka punë të keq atje, dhe po kthehen këtu, për shkak se na kemi rritje më të madhe ekonomike se sa Gjermania. Politikan përgjithësi, edhe politikan që janë politikan, me profesion politikan, politikan që kanë një bagazh të caktuar, që janë marrë me ekonomi, që kanë kriju vende pune, që kanë pagu taksa, që njohin ekonominë, po një politikan që ka